Save në emision drejt për drejt. Aha, mirë, respekt. Po. A keni në ankesë nga Istoku? Ankesa kom, te për të kom. Po, hajde po dëgjojmë. Po rruga në kam e këtu në rruga e dëshmorit, dhe më thonë se të në nëshoni, pa shtruar, jemi pa drita, jemi shumë... Si ishte emri rrugës, zotri Elshani, si ishte emri rrugës edhe njerë? Rruga Shëmse të në nëshoni, komuna Istoku, stati Starazan. Lagja Elshani është. Po. Dhe kam bet pa asfaltu? Pa asfaltu me kam e kështu, si në kohën e Serbis të ja. Jemi të ljonën mas dorë, dhe në shkallum. Unë e deshta për tjetër gjatë t'ju informoj. Po? Sa do shtë pritet një vendim i gjykatës themelore për krimi lufte në Prishtinë kundër një kriminalit Ekrem Bajrović, ku është kthyer landa në Rygjikim, ndërsa sa do shtë seanca e fundit pritet shpallja e vendimit a këtij kriminalit famkeq të Serbisë. Seanca fillon në orën 9:30, unë jam me makinë duke shkuar në Prishtinë, një dëshmitar kryesor ku më njohin qytetarët e Republikës së Kosovës, vetëm kaq po ata që t'ju njoftoj. Pra ju jeni dëshmitar? Po, dëshmitari kryesor. Ku me sytë e mi e pash në krim, në tortur, në dhunim, në rraje, në plaçkitje, ma në fond, edhe pushkatimet që janë kryer aty, dhe pastaj të gjallërit i ka dërguar edhe në Serbi, në Burg, ku ka njerëz edhe të gjallë që kanë dëshmu. Për atje që unë atje nuk kom qenë, nuk kom dëshmu. Unë vetëm ata që ka kom pa me sytë e mi, e kom dëshmu. Prandaj pres një gjykim sot të drejt, po këtu gjykatat tona punojnë me ligjet e ish Jugosllavisë, se i kom policinë për para, i kom policinë, i kom. Po, zotri Elshani, të falenderoj shumë, se as nuk duhet marrë më shumë kohë, falenderoj shumë për lidhjen drejt për